Mirëmëngjesi goca, mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur në një tjetër video këtu në kanalin tim. Sot është e shtunë edhe po e nisim këtu video. Unë tani do bëj një cappuccino, Zojën sapo e vura në gjumë. Koha është gjësi e mirë, po mendoj që të pik të cappuccino këtu në shtëpi dhe pasaj do dal me Zojën. Ha? Se më ndërpren. Qysh po thoja? Si po thoja? Jam duke bërë cappuccino'n time. Këtu te filxhani i bukur. Kam hedhur kolagjenin edhe do e pi këtu. Edhe ndoshta me shpresë mund na dali dielli, nuk e di. Por edhe sikur duket kohë e butë. Edhe po mendoj që të dal me Zojën. Do shkojmë tek ajo magazina e madhe që ju kam quar një herë, që kemi qenë një ditë bashkë, atje ku ka rroba, rrobe për të gjithë, vetëm mamë e babë kur i thonë nuk gjen atje. Kotë, kështu edhe sa për të dalë, por edhe shkojmë. Edhe do ecim në Krand, gjithë të rrugën do ta bëj në Krand, sepse goca duhet me ecë, jemi bërë shumë dembele, nuk e di domethënë. Kur eca një ditë me shoqen time, u lodha, imagjinoni dhe bëra 10.000 hapa, edhe u lodha, nga që nuk kemi ecë fare, me makine, me autobuza, por tani koha sa vjen edhe, okej, se është herët për këtu në Gjermani, por prap, do me thënë të thoja që koha sa vjen edhe ngrohtë, edhe, ndoshta inshallah s'ka shumë shi, të ecim paktën. Paktën vetëm shiu është ai që të pengon më shumë, se mund dalësh edhe nëse është pak ftop të vishur edhe dil. Edhe kështu do jenë domethënë këto planet për sot, them që të shkojmë atje, m'duhet gjë, nuk e se m'duhet gjë, po ndoshta për një xhiro, nuk e di, mas ndryshoj dhe mendi rrugës, Por deri në qendër të dal, pastaj të shikojmë më tutje, se është pak më tutje qendrës. Edhe aty në qendër është edhe pazari. Të shohim ndoshta gjë gjë dhe në pazar, ndonjë ushqim në gjë. Pastaj të shikojmë, po shkova edhe nëse ka diell, duhet të dalë edhe një xhiro të parku këtu, të parku që u kam treguar. Ta nxjerr pak Zojën, se ajo u kënaq atë ditë, me thënë drejtën, ku përshikonte fëmijët, kalamajt atje, duke lozur, por edhe vetë kështu shikon rreth e përqar, sepse kur dilnim vjet, ajo ishte më e vogël, edhe e ka harruar si vend, ka qenë më e vogël, edhe tani që është pak më e rritur, kënaqet edhe më shumë. Edhe kjo është gjëja, domethënë, këto janë planet për sot, edhe në market, supermarket, e dini ju. Do shkojmë edhe në supermarket, mas dite me kismet për supermarket, shikojmë se që do. Okej, edhe cappuccino ime u bë, edhe do ju tregoj se që kam porositur të Temu, që më kishte ardhur mbrëm. Në fakt, nuk e di se që ishte një post të lea për odi, unë hera parë që e dëgjoj dhe që më erdhën porosime këtat nga Temu, edhe unë ndoshta nuk e kisha kuptu mirë. Ajo kishte ardhur. Futëm mbrëm nga ora 9:30, 10 sa ishte ora, për ta parë nëse do vinte sot porosia që ta shikoja orarin. Kur shikon aty thoshte, porosia juaj ka ardhur. Thash, po ku ka ardhur? As nuk kemi dëgjuar zile as gjë. Kur sa derën una, e kishim vënë aty te muri. Ndoshta ka qenë poshtë porosia dhe mbase e ka marrë komshia lart, nuk e di, gjithsesi erdhi porosia. Dhe do ju tregoj se çka kam porositur. Janë disë 3 gjëra të bukura. Nuk është se kam porositur shumë gjëra, por një është shumë e bukur. Do va tregoj edhe juve, për ta fikim dritë. Tani, ta la që këtu këta. Shiko, ka porositur për shoqen, se i kam këtu goca. Nga këto ngjitëse kështu,
që vendosen këtu te balli dhe deri këtu, që për ndërheqjen e fytyrës. Po si për një gjithë se prapë kështu, ndërheqjen e fytyrës, unë nuk e di, unë i mora, por unë nuk i mbaja dot. Porositi i lirë një 2 veglat vetat, dhe kam porositur disa kërfica për Zoi që i kam atan, edhe si këto lodrat kështu që janë me fruta, keni parasysh që janë me fruta kështu edhe që ndahen në mes me fruta, ka tabakan këtu, dhe fika që e fut edhe ndahet. I pëlqyen, i kisha marrë dhe një bilbil Zoit, nuk e di ku e ka futur, por nuk e bie mirë bilbilit akoma, mendova se do i binte, por jo, se nga që është pak i madh. Dhe ka marrë dhe diçka tjetër, prisni pak. Shikojeni pak këtë goca, shikojeni pak. Nuk e di si duket aty. Më falni, po fytyrën e Zoit nuk e tregoj dot tamam akoma 100%. Ndonjëherë mendoj që ta nxjerr këtu në YouTube, por prap stepem, them jo se njerëz të këqij ka kudo, kështu që më mirë e mbrojmë edhe ndonjëherë e vendos kështu me profil apo kur e kap nga pak kështu. Por që jo, nuk. Gjithsesi, shikoni pak sa e bukur është kjo fotoja për ditëlindjen e Zoit. E kemi porositur tek Temu. Unë fakt e kam bërë dhe një Zoit, besoj se e keni parë kur kam bërë videot që duket edhe në TikTok. I kam bërë të shenjë këta, e bëra tek Temu. Dhe më pëlqen shumë. Se di si duket aty. Edhe kështu do ta vendosim te muri, se akoma se kemi heq na qesja. Por më pëlqen shumë, është e vetmja foto që ne kemi dalë pak më mirë. Në kuptimin që kemi edhe foto të tjera, por mua kjo më pëlqeu, pasi këtu ishim komplet, do me thënë komplet, edhe dalë më bukur, dhe i liri që ka dalë pak bukur, se ai nuk i pëlqen shumë fotot, edhe me zi. E keni parasysh që nuk e di si janë burrat e juj, po ky burri im si ka qef fare. Një foto bën edhe hajt shnet thot. Edhe këtë foton që i bëra, do me thënë, ja, kjo është ajo fotoja që kam bërë unë tek shenjë. Atë tjetrën do ta vendosim në ana andej. Goca, Zoi u zgjua nga gjumi, edhe tani do vishemi për të dalë. Tani unë po mendoja që të vishja këto tutat. Këto tutat kanë një triko tjetër, më duket se u kam treguar, po unë atë trikon e kam harruar në Shqipëri. Mami im është duke fol me Zoin. E kam harruar atë trikon në Shqipëri, edhe po mendoja që ta kombinoja me këtë. Në fakt kjo është më e gjatë, edhe mendoj se mund të rrijë më mirë. Nuk e di, do t'i shikoj. Jam pak a shumë, nuk janë njësoj ngjyrat, por do i shikojmë. Duhet vesh të tutat sot. Ti veshim një herë. Goca nuk më pëlqen fare. Nuk më pëlqen se si rrin brapa, kështu që do t'i vesh një palestreqe, se nuk më pëlqen se si më rrin brapa, ashtu, sikur me vërtet kemi veshur, nuk më pëlqen fare. E ndryshova komplet veshjen, kam vesh këtë trikon pulovrona, këtë dion si e qunë ju këta, bardhen, me këto streqet, të dyja janë nga Halara. Mendoj se jam okej, edhe sportive. Kjo, them se kjo hyn më shumë se ajo trikoja që kishte, se ajo është pak më serioze të themi, jo serioze, po nuk e di qa emri ti vend, ndërsa kjo është pak më sportive. Dhe tani, se dia do... Nuk të leti mama, jo! Flas, unë do dhe ajo të flasi. Do me do se të më krem djeli, edhe do dalë, nuk do lyhem. Se kam capun me fytyrën sot,
me të pastruar qimet e këto, edhe ndoshta bëj ndaj mask, kështu që pse të lyhem kot. Flokët i kam okej, edhe se vajti dhe vonë, fakt, ora 11. Shikoni rëmuja që u bën tani. Në marrëm edhe këto qelqurinat. Goca ne kemi dalë. Kjo është veshja, por po presim që të na vi liri sepse ka karrocën e Zojit. Ne po ikim me makinë. Nuk do ikim në kamp, me qenë se shkoj dhe pak vonë. Sa është ora? 11:30. Apo? Që nga dhe shumë orë, nejse. Do ikim me makinë, po do kthehemi në kamp. Kismen. Po du të eci që në kamp, se ka diell prandaj. Edhe përzojnë më shumë. Du ta çoj çik kur të kthehemi kismet. Po patëm kohë do kthehemi dhe pak aty te parku, se ajo ka qef ku shikon kalamajt. Tani jemi duke ikur te magazina që ju thash. Shkojmë një xhiro, kot kështu. Nëse çfarë do gjejmë atje, po nejse, shkojmë herë, se si dihet asnjëherë. Ju thash atje çdo gjë gjen. Vetëm nana e bab nuk gjen. Erdhëm. Që nga mbyllur disa, si kanë hap akoma. Goca, kemi ardhur në shtëpi, Zojin e kam vënë në gjumë, sepse maroj për gjumë, ja kam kaluar orarin e gjumit, dhe ajo është e zuri gjumi. Gjithsesi, do ju tregoj se çfarë kam marrë sot, shpejt e shpejt. Atje tek ajo magazina ku ishim, mora këto kërkisat e vogla, nuk e di nëse i dalloni, që janë kështu me këtë si... Ti unë që lloj figure është një... si arush, jo. Nejse, këto, shumë bukra. Mora janë këto lidhset, 4 lidhse paska këtu, edhe lastik të zinj të vegjël, jo vegjël fare, nuk i kam këtu, i kam çantë më duket. Ndërsa te marketi kam marr banane, këto pjeshkat i mora te pazari, siç e pat vetëm pjeshka mund të merja se gjërat e tjera nuk më pëlqyen. Këtu është pak rrëmuje, ta dini, ma bëni halal. Këto i mora te pazari, domethënë. Pastaj te marketi mora këtë sallamin kështu që kishte dalë, mora këtë, mora bukën që e ka fillu Iliri se e kishte marruria shumë për bukë, mora 3 kefir, sepse unë kefirin e pi, sidomos në darket, që mundohem që mos të ha gjëra edhe e kaloj me kefirin, sidomos sonte që kemi dhe bigu njëherë, edhe ishin me oferta, edhe ishin mëdhaja, thash pse jo. Një qumësh, ka marrë portokalle, rrush, pastaj tek djem, këtu më duket mora, po, tek Rosman, falni, isha mora të për Zojin, që janë kështu, hajt, ja bëjnë ndonjëherë me qumësh ose janë me misër. Mora këto prapë për Zojin, që edhe këto janë për 1 vjeç, janë pa sheqer e gjëra, kështu. Kur ja bëj me qumësh ose që ta gënjej, mora këtë, fiksusin e make-upit goca, sepse kam parë që e lavdëroj, nuk e di, më tregoni nëse ju e keni përdorur, është nga Maybelline. Dhe mora gjithashtu një baby cream, se po më mbaronte ajo e imja, e kam marrë pak një ngjyrë më të errët, me thënë drejtën. Aty edhe kur e provova dukej mirë, nuk e di tani. Gjithashtu, se harrova t'ju thoja, përveç këtij baby creamit, kam marrë dhe këtë që ka dalë, e Nixit, nuk e di si do jetë, është mat, thot, do me thënë do jetë për lëkura të, më duket se është për lëkura të yndyrshme, se është mat. Do ta provoj, është shumë e vogël, por ta shohim se si do qëndroj kjo.
Dhe këto ishin gjërat që blem sot. Tani kam vendosur në air fryer pak mish që t'ha. Pak mish kështu të pjekur e ndonjë gjë tjetër, se më shkoj shumë vonë, unë jam pa ngrënë fare. Hej goca, mirëmëngjesi nga unë në një ditë tjetër. Sot është e diel. Çka fillon ku jem kështu. Dhe jemi në fundjavë. Akoma tani, presni ta largoj pak kështu sepse nuk më kap komplet. Unë kam bërë cappuccino'n tim, sapo e bëra. Nuk e di ju e keni pirë, unë pak vonë sot. Atëherë, jam duke bërë punët. Jemi zgjuar në orën, sa ishte ora, 8, diçka e tillë. Ndarket Zoi natën normalisht e dini ju, udhëzon në orën 4, deri në orën 6 të zgjuar, ka raste që rri kështu, ka raste që thjesht zgjohet pi edhe fle gjumë, ka raste që do të rri zgjuar, gjithsesi. Dihet më me fëmijët. Edhe unë tani jam duke bërë punët. Në fakt, unë përpara 2 ditëve e shkunda shtëpinë, edhe sot kam vendosur nusen, por i shkova, domethënë, pjesës dhomës së ndenjës, dhe kësaj këtu mendoj se do t'ja pjesës dhomës së ndenjës i bëra me fshesën e me fshesën me korrent me dorë, me këta që thithë më shumë, për shkak të tapetit, sepse e thash nga që Zoi e keni parasysh fëmijët e vegjël kapin dhe ato ç'a quhen, ato plurat më të vogla, ato ha më thojeni, miku tani, keni parasysh ç'a ka, edhe thash po i bëj mate. Por shtëpinë e kam të shkundur, nuk është se e kam pis që thoni kështë di. Se kam pis, se përpara 2-3 ditëve e shkunda, dhe tani nusja është duke larë sërish, pavarësisht se unë i shkova me këtë fshesën e korrentit të madhen që është më e fuqishme. Andej nga dhoma e gjumit, andej mbarova, se kur kisha Zoin zgjuar, ndrova komplet ato, domethënë krevatit, edhe është fshirë, është larë, nosja ka fshi kala atje. Mbaroj, do vi këtu kjo tani. Edhe pas mbaroj kjo atje. Tani jam duke larë këto 2 enë që na jam bërë nga mbrëm, mbas darke, edhe tani në mëngjes. Edhe do bëhemi gati pastaj se mbas dite nga ora 4, besoj kur t'i dali gjumi Zoi, domethënë mas gjumit të drekës, do ikim tek miqtë tanë që kemi në Düsseldorf, që ju kam treguar, edhe ata ishin këtu për ditëlindjen e Zoit, edhe do shkojmë edhe neve se ka pas goca e tyre ditëlindjen, por e festuan Shqipëri, ata ishin Shqipëri edhe ne do shkojmë sot. Kjo do jetë e diela jonë. Pastaj kur të zgjohet, besoj na dreka do ta laj Zoin, do i bëj një dush. Kurse për vete do lajmë në darket, se kam flokun të pjastruar, e kam në rregull edhe nuk dua që të lahem, edhe pastaj ta pjastroj prapë sërish. Pse përderisa e kam të pjastruar, e kam të prehur domethënë, tash po e mbaj kështu vë lajm dark edhe nuk kam se ta drejtoj prapë ndarket për diçka tjetër. Besoj se e kuptoni Selvi. Qa do të them? Tani do dëgjoni që këtë zhurmën, e dini ju ma, kjo zhurmën këtu që bën kjo. Ja, tani. Në fakt ka shku ora edhe për drekën pa ka shumë, ka shkon ora, po me qenë se neve do ikim andej nga ora 4, ata na thanë që do gatuajnë ata, do bëjnë ata drekën. Do jetë qik si mas dite dark kështu bashk,
Edhe po mendoja që tani për drek mos të bëja ndonjë gjë kush e di, që mos t'jemi shumë të ngopur, sidomos unë. Edhe ham atje, se ajo më tha që mos hani, mos më ngelin ushqimet. Edhe ne do ta zbëtojmë. Jo, po të kënaqemi sepse do shikojmë dhe ditëlindjen e Zoit sërish atje, se kanë qef që ta shikojnë. Me qëra fjalla duhet vendos tabletin në karikim, inshallah nuk harroj. Sepse ne akoma nuk e kemi marrë fleshin e ditëlindjes Zoit. Do ta sillnin këta, por nuk e di si për çfarë gjëra atje në Shqipëri nuk kishin marrë dot. Por ne do i shikojmë nëpërmjet tabletit dhe tabletin do ta lidhim me televizorin dhe shikohet ashtu. Kështu që do jemi një 3 orë të mira atje tek ta. Goca, erdhi ora të bëhemi gati sepse do ikim. Ku ju tregova aq parë. Dhe siç ju thash, do vesh një kostum sportiv, këtë të ziun. Këtë do vesh që të jem sa më lirshëm në shtëpi, se në shtëpi do ikim. Edhe unë nuk rri dot në shtëpi me xhinse apo me fund apo ku ta di unë me qa. Më mirë, e di që vesh një kostum sportiv aty, je rahat fare. Sidomos kur ke edhe një fëmijë të vogël që duhet t'i vish masavazit. Ta veshim këtë kostumin. Po mendoj të shoh se di a do lyem apo jo. Me dy mendje kam edhe për të lyer, me thënë drejtën. Por të shikojmë një herë, veshim këta. E vesha. E dini, këto kostumet janë shumë të mira, kështu, sepse nuk përshalliten shumë nga jashtë. Domethënë, keni parasysh atë pushin që mblidhet pak kështu si kokra, që bëhen ato. Por që ka bërë pak me qime, varet ku e kam lënë unë këtë, nuk i duka shumë, s'ka gjë. E vetmja gjë që mua nuk më pëlqen nga ky kostumi, domethënë është që poshtë në trup, domethënë më bën kështu si me të zeza, sidomos te pjesa e sqetullave, nuk e di pse. Nuk e di pse ma bën atë gjë. Kur e heq domethënë, më bën kështu si kur lëshon pushin aty, nuk e kuptoj. Pse ma bën atë gjë? Unë ju thash që nuk u lava. Shikoni, e kam flokun e drejt akoma. Edhe pse e kam pasur të kapur, nuk ma ka prishur kjo lidhësja flokun. Që të bëj formë. Është edhe lidhëse që nuk e prish, por në me lidhëset e tjera, nuk është se para më prishet. Ua kam treguar ato pjastrat që unë përdor, si që kam marrë në TikTok. Ato janë shumë të mira, edhe ma lën flokun kështu, ja, si që shikoni. Na bien pak qime tani, nuk e di juve ju bien apo jo. Por edhe shumë mos qahem, sepse kam goxha përmirësim. Madje edhe këtu te kjo pjesa këtu, goca, ku unë nuk është se kam pasur, domethënë, një periudhë filloi që nuk kisha shumë, se këtë gjë arrita dalloj edhe tek videot që kam bërë më përpara, ose tek fotot që kam, ku e shikoj veten. Por më janë mbushur goxha, edhe me arritur, shikoni këto, me arritur goxha këto qimet, këto flokët këtu. Nga kolagjeni dhe madje edhe këtu poshtë më kanë dalë flokë të reja. Madje edhe aty poshtë. E kolagjeni që pi, që ka vitaminat, biotinën e gjërat kështu. Ne në orën 3:30 nisemi, nuk e di u thash.
Ja. Ko ka më mirë se ta kapësh flokun, se ti që me një fëmijë, por nuk do t'i laj kështu, kaq kështu, do t'i bëj pak me këtë llakun e flokut që të më rrinë mirë. Ups, sorry, na falni. Unë këtë e kam marrë, po më harron dhe bateria. Unë këtë e kam marrë tek Aksioni, goca, edhe më pëlqen. Edhe më pëlqen, nuk ma bën me të bardha flokun. Ups. Edhe nuk është se ma la atë ngrirjen. E keni parasysh atë ngrirjen që duket e shpifur, që ju ngrin floku. Kjo e ngrin, por nuk duket shumë i ngrirë floku, më shumë e përdor për këto flokët e shkurtra që më kanë dalë. Mos. Ta bëjmë kështu më mirë, me këta, se sa me duar. Ja, kështu. Po mendoj të lyj vetëm qerpikët, si thoni. Ne jemi si tanët, edhe kur shkojmë të shtëpia e njëri tjetrit, normalisht kështu shkojmë. Shkojmë si në shtëpi, si rrim vetë në shtëpi. S'po i lyjme. Kështu. Se di çfarë të bëj, disa për të lyje më goca se keni ide. Vetëm unë jam kështu, nuk e di, e kemi gjitha në gocat apo e kam vetëm unë. Kur e di që do lahem, nuk lyjem. Se si më duket të lyjem, sikur nuk e di, do ta shkoj kota të lyrje, se do lahem darkët, kupton, sikur ditën unë që lyjem edhe nuk e heq darkët unë atë, nuk e di, është mendja. Por të shikoj do, mbase lyj vetëm qerpikët, se di të shoh herë. Po përtoj shumë. Si thoni? Shqyqyr mustaqet nuk kam. Vetullat me jam bërë për t'i bërë laminim. Do t'i bëj laminim ndonjë ditë. Inshallah nuk harroj t'i bëj këtë javë që vjen. Edhe t'i pastroj pak. Gjithsesi. Mbledh këto dyqime që më janë këtu poshtë, edhe se po na shkon ora. Duhet të ndej edhe rrobet, se po marrën lavatriçja përpara se të ikim. Se edhe bateri nuk ka në kamer, i bie që do filmoj me telefonin në rrugës. Jo, kam baterin tjetër. Unisëm. Hecë është të përbara. Ka të më kërët, e ta po ka të më nuk qëndron të barësja. Ka në foti këte, që s'na qërim, në s'na ndorë dhe në do vësra.
Të nxjerrë një çuditje nga qyteti.